Banorja Big Brother Kosova VIP 4 Dolce të hënën një është bashkuar shtëpisë më të madhe në Itali, Grande Fratello, ku këtë vit po bëhet me personazhe të thjeshtë dhe jo me VIP. Ajo është atje për një javë në formatin e njohur si një marrëveshje që u bë me produksionin në Kosovë dhe një eksperiencë e jashtëzakonshme për të. Megjithatë, konkurrentët në reality show në vend nuk janë në dijeni dhe nuk kanë informacione për fatin e saj. Dolce atje tha se nuk është në një lidhje duke mohuar raportin që kishte nisur me Edin, që është banor në Big Brother Kosova VIP 4. Ky i fundi përgjatë kësaj kohe ka përmendur vazhdimisht dhe është parë edhe duke qarë e duke vajtuar për të, dhe nga ana tjetër është kthyer në një viralitet memesh në rrjetet sociale. Në një moment e një video që është bërë virale në rrjetet sociale, Dolce shpreh se po jam lidhur me një person pak më shumë, por nuk është se është nga dashuria. Kjo lot të nuk kuptohet se nuk ka një marrëdhënie emocionale me të, thjesht mund ta ketë bërë për lojë situatën me Edin.